Ju e dini, Partia Demokratike e Kosovës që para 15 prillit ka qenë ndoshta partia e vetme që ka mojtë konsistent qëndrimet e saj, edhe sot, ashtu sikur para gjykimit, ne kemi abstenuar në votime për çfarë përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Është konstituuar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionoj tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afate kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re, dhe duke ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Është çështje e vendimeve partive parlamentare, në këtë rast grupeve parlamentare, se pse vendosin dhe pse vendosin dhe cilat janë arsyet. Unë besoj që ata vetë do t'i japin shpjegimet e tyre. Sa në përket neve si PDK, edhe para gjykimit dhe tash që është konfirmuar qëndrimi që e kemi thonë s'di so herë në këto konferenca, e kemi mbajtur qëndrimin e njëjtë. Nuk jam i sigurt, sepse këtu nuk pat as shërt. Unë mendoj që ka pasur hapësinë tjetër për konsiderim të konstituimit legal apo kushtetues, sepse e pash që kryetari i kuvendit munduaj që ma shumë të konsultuaj me ata që japin instruksione se sa që ta bëjnë një farë interpretimi kompetent për sa i përket konstituimit apo jo. Megjithatë, sot aty është një konstatim që është bërë një konstituim, që është zgjedhur edhe nënkryetari nga komuniteti serb, kolegu ynë zoti Rashić, por si do të shkojë tutje, mbetet shihet.